Gjatë ditës së dieshme në Kosovë mbarritën kontejner të shumt me mira dron kamikaz prodhimi turk Skydagger që do të merren në dorëzim nga FSK-ja. Kështu së paku u njoftua nga qeveria në detyrë e Kosovës dhe vetë kryeministri Albin Kurti, i cili falenderoi Turqinë, e cila i solli këto dronë në Kosovë 3 muaj para afatit zyrtar të nënshkruar në kontratën midis dy shteteve. Por kjo gjë nuk i pëlqeu fare Serbisë, teksa presidenti i saj Aleksandar Vučić e kritikoi ashpër Turqinë për këtë veprim. Jam i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe shkelja brutale që u bë kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, si dhe nga armatosja e vazhdueshme e autoriteteve të Prishtinës, tha Vučić në një postim në rrjetet sociale të mërkurën brëma. Lideri i Beogradit tha më tej se me këtë po bëhet e qartë se Turqia po dëshiron të rikthejë perandorinë osmane në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se e njëjta nuk dëshiron stabilitet në këtë rajon. Këtë deklaratë Vučićit e kundërshtoi ashpër presidenti Vjosa Osmani, e cila tha se Vučići mendon se mund ta kërcënojë Turqinë sikurse bën me fqinjet e vet të vegjël. E në ndërkohë, nga Ministria e Mbrojtjes e Serbisë erdhi njoftim, ku u tha se generali Milan Mojsilović, shefi i shtabit të forcave të armatosura serbe, zhvilloi një telefonatë urgjente me komandantin e KFOR-it, general major Ozgan Ulutash, për të diskutuar armatimin e vazhdueshëm të Kosovës, përfshirë edhe dorëzimin e fundit të dronëve nga Turqia, Skydagger RTF-15. Gjatë bisedës, siç raportojnë mediat në Serbi, Mojsilović protestoi fuqishëm kundër armatimit të vazhdueshëm të Kosovës, duke e përshkruar atë si një shkelje flagrante të rezolutës 1244. Mojsilović citohet këtë thënë po ashtu se veprimet e tilla dërgojnë një sinjal të rrezikshëm, duke kërcënuar jo vetëm sigurinë e Kosovës, por edhe atë të gjithë Ballkanit Perëndimor. Dronët që Turqia i shiti forcës së sigurisë së Kosovës kanë zgjuar reagime të ashpra të shtetit serb. I radhës në kritika për Turqinë ka qenë ministri i punëve të jashtme i Serbisë, Marko Đurić, i cili e dënoi fuqishëm shtetin turk për furnizimin e Kosovës me fluturaket sulmuese. Đurić tha përmes rrjeteve sociale se kjo është ndërhyrje dashakeqe nga Turqia dhe se Serbia do ta marrë këtë në konsiderat në veprimet e ardhshme bilaterale me Ankaran zyrtare. Vendimi i autoriteteve turke për t'i dhënë armë vdekje prurse Kurtit përbën një hedhje benzine në zjarr dhe një shembull kryesor të ndërhyrjes së keqe në çështjet rajonale me pasoja destabilizuese, e dënoi fuqishëm këtë veprim të njëanshëm dhe të palishëm, i cili përbën një hap prapa në përpjekjet për të normalizuar marrëdhëniet në rajon dhe një inkurajim për politikën e agresionit ndaj serbëve dhe komuniteteve të tjera në Kosovë. Ajo që i duhet Kosovës nuk janë dronët vrasës, por respekt për të drejtat themelore të njerëzit të gjithë qytetarëve, normalizim të marrëdhënieve dhe zhvillimi ekonomik. Serbia do të duhet ta marrë në konsiderat këtë veprim në veprimet e saj të mëtejshme me Ankaran, shkroi ai në X.